deri më sot që është ora 21:29 minuta. Asnjë ngjarje rrugore, patinat elektrike. Mos të harrojmë që kishim mesatarisht 1.5 deri në 2 ngjarje rrugore në ditë në lidhje me patinat elektrike. Mos të harrojmë që krahas këtyre kishim në ngjarje rrugore të patinave elektrike ku nuk referoheshin as në spital, por dëmtoheshin dhe shkonin në banesat e tyre. Po sikur të heqim makinat fare, s'do kemi asnjë problem. Jo, ja bun përgjigje. Jo. Bile su po të them në shtëpi, s'do kemi asnjë problem. Absolutisht jo. Ja ta them pse. Sepse atë makinën unë dita kontrolloj. Kam të gjithë mekanizmat e kontrollit. Të lutem, dita kontrolloj mos strukturë. Të lutem, kontrollon policia. Asgjë s'kontrollon. O zotri. Asgjë, unë kam besim te Gerardi. Po ku kontrollon që se shpar kaloj një makinë si bicikletë. O Erion, edhe një herë, të lutem. Ajo se di fare që ka ligjin. Të lutem. Edhe kontrolli teknik është njërë në vit. Njërë 2 vjet. Njërë në 2 vjet, ma. Dhe për autobuzat dhe për taksit 6 muaj. A mund të themi që kemi siguri dhe të këto? Ja, të lutem, të mos nuk është çështja për ndihmuar. Jo, një sekondë se e kam me Vjerdën. Tani, se këta thonë që s'ka asnjë defekt, paneli. Po në fakt, disa njerëz nuk ka vajtur dot në punë. Po absolutisht po mundi. Pa është defekt ky, është një problem. Tregoj vetën. Se nuk është vetëm aksidenti, por është dëmi ekonomik. Ta tregoj vetën, në Itali e banen kaskën e detyrueshme, siguracionin e detyrueshëm dhe të kesh patent dhe monopatinin e regjistruar. Ndërsa për fëmijët nga 16 vjeç deri në 18 që janë pa marrë atë, do jepshin një provim për rregullat e qarkullimit dhe lejohen në Itali. Po ja pse se bëjnë këtë? Ju lutem. Ligj ma denigrus rrugor që ka Shqipëria, sepse ti për shembull je në motor, nuk e ke kaskën, të vën 30.000 lekë gjop. Ku ka një shtet në botë që të vën ty 1/3 e lekëve që ke fitu gjithë ditën gjop sepse ti nuk ke kaskën? Ma thuj ti mu, po ku ka? Ta them se vjen ajo, sepse po përplase kokën, jo, një sekond, po përplase kokën në trotuar, e para punën i kushton vetes, i kushton familjes, i kushton dhe shoqërisë. Një sekond. Të familjes time. Jo, edhe shoqërisë, edhe mua më kushton. Jo, se kur më zë vendi në spital, shkak të budallokut, jo, po se ti. Ti s'do të vësh kaskën? Flasim me Rama se mund të knoj po debat, po bëjmë debat se si gjenë që jam me motor. Dhe e kam zotrin mrapa, gruan, fëmin të mrapa, pa kask, duhet ma heqin patentën vlla. Realisht ta them. I kanë hequr, o Gerard. Unë jam përgjec për personin që kam mrapa. Po në qoftë se unë në 40 gradë si bani këtë verë, nuk e kam kasken, dhe më del një polic që ka një jelek, që nuk dihet se për çfarë ka vu, dhe ai që u ka dhënë polic vet jelekun në 40 gradë është në burgsat. Se nxerrin kështu ligjesh pa që ta thash vetën dhe të vën 30.000 lekë gjop që ti ke punu gjithë ditën, po nuk ka normal më burr. Shqipe ligjet e shtetit janë për t'i bërë jetën sa më të këndshme, se sa më të rrjellshme qytetarëve të saj. Jo me çel ligjet denigruese më. Që ti shkon në shtëpi ke punu gjithë ditën ndërtim, je duke ardhur ku ti për 1 milion arsye se ki vu kaskën dhe të vën 30.000 lekë gjopaj. Qof me kalu me të ku që janë 300.000. Jo do ta kundërshtoj, shiko, të lutem. E para njerë kodi rrugor joni, unë e the me bindje të plot, është nga më të mirët që është në Europë. Të lutem, të mbaroj. Në Europë, në ti marro. Ju dëgjova. 15 ditë kam Tiranë, 15 ditë kam në Europë. Ju dëgjova. A unë faj veta në Europë, a s'ka birë nëne që të në për Europë. Ju dëgjova. Po më dëgjova, po... Po nuk më njifni, sepse, po të them dhe unë sa kam udhëtuar në Europë. Do vit pi kafe për çdo ditë me ty për si burri në rumë. Po flasim për faktet. Do ishte kënaqësi për mua. Po ta mbaroj pak. Ta them vetëm që e kam përshëtit me ditë për ditë. Në Gjermani, në Austri, në Itali, në Francë, asnjë njeri nuk i vete në mendja të mos vëri kaskën kur dal me motor. Se po e vën me bicikletë, të lutem. Asnjë njeri nuk del nga shtëpia pa e vendosur. Jo 40, po 140 gradë jetë. Është një ligj që është vendosur dhe ai e zbaton ligjin deri në ekstrem. Ne shqiptarët nuk e duam ta zbatojmë ligjin. Po më mos të lutem. Do të pra vetën vetë. Do me vrau në vetë. Do të ishte më ndershme. Po s'të lëm ne valla. Po jo me motor. Ore ma loni me motor. Të lëm valla. Ta jap një ironi. Ore do me vrau në vetë. Nuk më ka plumi mirë dhe shpëtoj. Mo shkoj vetëm për të tanti vrasit në burga. Ka qenë më përpara është një gjë. Në qoftë se pasagjeri ose pasagjeri në makinë, pasagjeri mrapa, nuk kanë ripin, nuk kanë kasken, ma hiq patentin, realisht unë jam përgjec, duke gra mjetin për jetën e pasagjerit. Po unë për veti me më hek mu 1/3 e rroks, për çan të gjana më burra, aman më burra. Po ku i gjani këto më burra? As një gjob nuk kam hangër në Itali në 26 vjeç që kam jetu, nuk kam hangër një gjob tillë që kam hangër në Shqipëni valla. As një.
Pa llogaritë herën që... Do me thënë, realisht nuk e kishe kaskën, kjo është ideja. Jo, po nuk e ke mos... Kaq, Zotëria më thot, baroj. Po si që nga marrë? Jo gjithmonë atë gjaj duan për me bë gjani dru zotni. Në 40 gradë nuk vjet, po të tham kaska vetën nëpër qytet më bu. Po nuk vehet më bu, po du me fthy unë kokën time më bu. Arbista Gerardi kundër Po nuk ka normal më burën të thanë. Shkon si logjik, po mirë. Nëse do vepronim kështu pastaj si nevojë për ligj. Ashtu më burr. Po na që kam rrogën më i shtreti. Po çfarë bëj vetëm tani? Jam dakord me atë, po ta dëgjojmë çik. në logjikën që po thoni ju. Po. Flasim me logjikën që po thoni ju. Sipas vendit bëhet kuvendi. Jo. Kështu po thoni. Pra, është vap, nuk e vendosim. Jo. Është shi, ta vendosim se të mos na lag. Jo. Këtë po thoni. Jo, unë se vas për shi, ta kemi mundësi unë se të fare logjik. Realisht ata përveç të rrugëve. Pra, është shi, e vendosim se nuk na lag. Në qytet ishte vu fare. Më thatë për Italinë. Po. Morët për referencë Italinë. Në rast se ti nuk e referencë, jo preferencë, për referencë. Nuk e vën kaskën? Në rast se nuk e vendos kaskën 2 herë. Jo. Po ta them jo. Jetoj vetën, jam qytet. Jo, mund të jetosh vetë. Unë kam. Je kemet një gjumë në kam jetuar vllai, kam 27 vjet, edhe patentën e kam italiane. Nuk më tregon dot ti mua. Lutem, edhe një herë. Shiko, unë e thaj për mos dizinformoj, thaj zotris. Edhe një herë. Ta them vetëm, mos dizinformoj. Në Itali nuk të gjej gjë. Google dhe shikoje. Google dhe Kur thon ujku ti më thumu Google. Jo, edhe një herë. Po po ujku jetoj atje po të them. Sepse po ta them. Po zotri, po jetoj atje mua, është bardhën zez, po shqipen e kam shumë elokuent. Unë jetoj atje. Se vë 2 herë kaskën, dëgjoj fjalë. Nuk është vërtet. Jo dëgjoj atë ta mbaroj. Të lutem nderuar. Unë atë ajo kamet një gjumë. Unë ta mbaroj ai pastaj mbaroj ti. Ore, kjo ajo kamet një gjumë. Po çfarë do rregull tani po e kundër. Po ndryshe po them. Tani pas e ke mësuar ato polisa çik kështu alla shqiptarçe. Edhe një herë. Ka shumë rregulla ndër. Fatmirësisht, si puna juaj, ne nuk rrim më shumë se ne jemi të punësuar këtu dhe nuk shkojmë më shpesh në Itali, por sa herë që vemi, na lidh puna, mua personalisht nuk ka lidh puna që të komunikoj me kolegët tanë dhe të siguroj që ato informacione që i marr mundohem ti dedikoj dhe ti transmetoj edhe për qytetarët tanë, sepse realisht ju nuk marr vetëm aty referencën, por marr referencën dhe Greqinë, që ditë të them që për alkoolin është bërë 2.000 euro masa administrative në Greqi, dhe në rast se përsërit herë të dytë piqet fare, të lutem. Italia pa me burg me kanë bërë zero. Pra, do me thënë ti po thua anarshi. Unë po kuptoj që ty asnjë ligj nuk të pëlqeka dhe ti thua hajde bëjmë anarshi, mos respektojmë asnjë ligj, asnjë kod, po ti bëjmë nenet. Për i sigurimi 1.000 lekë të reja. Për çfarë ligjit? Duhet përdor alkoolin timon. Dhe ai është ekspert, nuk flas dot para ti në lidhje me. Dhe pi një kafe Corretto, Belis, Corretto, Sambuca. Dhe ti nalesh dhe të heqim patentën dhe shkon burg dhe ty të duket normale kjo? Du me qenë anarshist, po automatik ndorë me kërës të rinjë. Jo, i rëzishmëni për shoqërinë, mërë. Po nuk ka normal, po një kap alkohol në kafe dhe ti më heqë mu patentën në fut burg. Po më nderuar, se të mjekës të lutem, të lutem, po krizë, po qa po thuti më bu, po kjo po në na shkatru tjetër më me këta ligje, po të pëjtohe më bu, na shkatru tjetër me këta ligje, po na bani Shqiprinë, se papa nushme. Si pas mjekve, ajo tekja e rakis, nuk është teke, pash një tap, afja që e Corretto, po i lave dhamë, me listerit në mjes. Dhe të doli këtë dera shpiz, polici, listerinat, jep ty alkohol. Si pas mjekve. Dhe të iksh në burg. Po i nderuar. Dhe analizat për përshpend të urinë dhe gjapët do të zerën të nga burgu pas 6 mujtve. 6 mujtë ti heq nga gruja, nga fëmija, nga nana, nga papa. Dhe i shtet dhe një grus me këto ligje. Neve. Po. Po mi më ti po thua Europën, po merë Europën për Europa ka 0-11, më 0-13. Europa 0-11 ka Europa. Dhe Italia tani e ka bërë. Po ligje ka Italia jeni ju Deni Grus. Nemi nëse ka Italia, nuk e komandon do Italia. Ti nuk duhesh me batë ka për Italia së bënë të lutem, nuk e komandon do Italia. Ti duhesh me batë ligjin më të mirë të zotërisë. Të lutem, i nderuar. Italistë, Gjermanistë. Nuk e kam atributin që të vendos ligjet në Itali.